Gjen ora 13:15 minuta në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria një 46 vjeçar nga fshati Zhelin, pasi sipas një kallëzimi paraprak pas mbajtjes së një seance gjyqësore kishte sulmuar fizikisht një 54 vjeçar, po ashtu nga Zhelina. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij, do të parashtrohet kallëzim përkatës. Gjen ora 10:50 në DPB Gostivar, një 75 vjeçar nga Gostivari ka raportuar se para shtëpisë së tij familjare, pas një mosmarrëveshje të mëparshme, është sulmuar fizikisht nga një i afër mitin nga Gostivari. Gjen ora 16:20 në rrugën e Ilindenit në Gostivar, policia ka arrestuar një 52 vjeçar nga fshati Rostush dhe një 34 vjeçar nga fshati Trebiçti i Gostivarit. Pasi gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar marijuanë. Gjen ora 11:30 në Gostivar, zyrtar policor kanë arrestuar një 43 vjeçar nga një fshat i Gostivarit, pasi sipas kallëzimit paraprak, në shtëpi kishte sulmuar fizikisht motrën e tij, 44 vjeçare. Pas dokumentimit të rastit do të ngrihet kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në ora 4:30 në SPB Tetov, një 31 vjeçar nga rrethina e Tetovës ka raportuar se brenda automjetit të tij, pas një mosmarrëveshje, është sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij jashtëmartese 35 vjeçare, po merren masa në zbardhjen e rastit. Gjen ora 19:55 minuta është raportuar se te mbikalimi i Treboshit në Tetov, një veturë tipit Opel me targa të Gostivarit e drejtuar nga një 48 vjeçar nga fshati Vrapçisht ka dalë nga rruga. Në aksident, lëndime të rënda trupore kanë pësuar 2 bashkëpunëtar, ndërsa drejtuesi i automjetit ka marrë lëndime trupore. Të lënduarit janë trajtuar në Spitalin Klinik Tetov. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i SPB Tetov. Gjen ora 22:10 në Gostivar, policia ka arrestuar një të mjetur 17 vjeçar nga fshati Pirok. Gjatë një kontrolli në trafikun rrugor në rrugën rajonale Gradec Gostivar, policia ka ndaluar veturën Golf me targat Tetovës, të cilën e drejtonte i mituri dhe është konstatuar se ai nuk posedonte patent shoferi. Me urdhër të prokurorit publik ai është ndaluar, ndërsa automjeti është konfiskuar. Gjatë ditës së djeshme, në rajonin e SPB Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe shoferëve. Janë sanksionuar gjithsej 21 shofer, Tetov 12 dhe Gostivar 9 për parkim të paregullt, ndërsa 13 automjete janë larguar me mjetin special me rimang. Gjithashtu janë shqiptuar dhe 39 gjoba të tjera për shkelje të ndryshme në komunikacion, Tetov 28 dhe Gostivar 11.